unë jam krenar për performancën time në Eurovision. Atë çfarë unë kisha në dorë ta bëja, unë e kam realizuar më së miri. Isha një vajt 24 vjeçare që shkonte në një sken maramonce. Kush ka qenë në këndvështrimin tënd përfaqësimi më i mirë i Shqipërisë në Eurovision? Po, nuk cili nga artistët? Nuk mund të them më i miri, por më i kuruari atëre, ai më i arriri në kuptimin pa hequr askujt vlera, pa prishmëri dhe askush nuk kishte prishmëri, ka qenë pa diskutim Rona Nishliu. Dhe e kishte çdo gjë kundër. Edhe ai është treguesi më i mirë që publiku edhe nëse nuk e pëlqen diçka duhet ta mbështesi, sepse artisti kur del në sken tregon shpirtin, e zhvesh shpirtin para tij. Por mendoj që më i kuruari, ato që hynë në shijet e mia edhe personale përveç Ronës ka qenë Shkodra Elektronike si rrym, pasi përveç se më pëlqen pjesë artistike pra e këngës, më pëlqen edhe mënyra se si ato e kanë konceptuar të gjithë performancën e tyre, kanë bërë ato që kanë ndjerë dhe na treguan që duke ndjekur zemrën edhe duke mos bërë kompromis me ëndrrën edhe me artin e tyre, mund të arrihet një rezultat shumë i madh. Po përfaqësimi më i keq? Jo, këtë do ta mbaj për vete. Le që nuk e di a ka, them drejtën. Sepse secili është munduar të bëjë maksimumin në atë që është. Patjetër, në këndvështrimin tënd. Dhe realisht gjithmonë besoj që këngët realizoheshin akoma më mirë kur shkonin në Eurovision, them drejtën, se sa ti the do ta mbaj për vete, dakord, është e drejta jote. Më kujtuaj që para 3 vitesh ke qenë goxha kritike me përfaqësimin e Ronila Hajatit. Po nuk mund të them që ishte më i keqi. Për kritike, jo për përfaqësimin e saj. Nuk e kuptoj nga fillon e nga mbaron, thoshe ti në statusin. Teksti nuk ekziston, janë fjalë të futura pa sens. Për mua ishte artistikisht, atëherë unë mendoj që ne mund bëjmë edhe muzikë komerciale duke bërë muzikë me kualitet. Pra, një muzikë që është e konceptuar në një formë profesionale. Për mendimin tim, nuk e pash këtë gjë në atë realizim. Por nuk është se dola kundër Ronelës, sepse ndonjëherë gabohen konceptet. Ronela unë jam rritur në sken. Ronela i heq kapelen për gjithë karrierën e saj. Ajo kënga ty, për mua ajo ka këngë edhe më të bukur se aq realisht. Kjo është koncepti për t'u shprehur qartë. Për t'u rikthyer tek ti, mbaj mend që dhe largimi yt dhe qëndrimi yt në Itali, mbaj mend që në një intervistë ke thënë ka kohë kjo intervistë, ka shumë gjëra që nuk më pëlqejnë në Shqipëri. Nuk e gjeja veten. Po, është shumë vërtet. Pse ndihesh e kështu? Njerë duhet them që shpeshherë ne kur mendojmë se ndjesitë tona janë ndjesitë të gjithëve dhe kjo nuk është e vërtetë. Janë kaq personale. Absolutisht. Unë mendoj dhe vazhdoj akoma ta mendoj që nuk është e drejtë as për artistin, ti do thosh pse do më thosh të fren, do dal, as për artistin dhe as për publikun që artisti mos të tregoj veten e tij me artin që bën. Pra, ose që ta them më qartë, populli këtë do dhe unë këtë jap, është një frazë shumë ofenduese mendojmë për popullin. Ose përdor popull, po është për ndjekësit tanë, për miqtë tanë që ndjekin muzikën tonë, se unë nuk jam në atë fazë që kam fansa dalë në rrugë. Nuk e gjeje veten artistikisht. Unë nuk e gjeja veten artistikisht, po edhe nga ana njerëzore, shpeshherë kemi një komunikim shumë harbut që mua nuk më pëlqen. Ambienti artistik shpeshherë nuk ka qenë shumë stimulant, që më stimulonte që t'jepja më shumë, konkurrues fundja. Ama e ke vuajtur largimin? Jo. Po prindrit? Besoj se s'ka prindër që do fëmijën larg. Pa diskutim, prindrit po. Por prindrit kur shohin fëmijën që është i realizuar dhe që arrin një ekuilibër mendor, ekuilibër jetësor, domethënë krijon familjen e tij, është i lumtur. Tashmë rrugët janë afruar Eriona, sepse ne vime shkojmë shpeshherë realisht. Patjetër. Por tani që kam vajzën e ndjej akoma më shumë mungesën e familjes afër. Po jo vetëm për vete, por edhe për Hanën, sepse Hana kur vjen në Shqipëri ndryshon fytyra. Mami më thotë ndryshon çerja. Ne e përdorim këtë fjalë në dialekt. Ose kur takon gjyshrit. Kur takon gjyshrit, pra flas për prindërit e tu. Domethënë edhe kur takon njerëz shqiptar në Itali, ndihet afër me ta. A ta bën qefin mami? Domethënë është tip që ta bën qefin që thotë sa e lumtur jam kur të shoh duke kënduar. Po. E thot gjithmonë tani, mbi të gjitha është shumë e lumtur për zgjedhjet e mia
bashkëshortore. Edhe kur e ka parë Jakob më vërtet parë artiste, ke parasysh thënë një fjalë. I pëlqeu dhëndri, ë? Po, i pëlqeu dhëndri.